Faleminderit, zona kryetare. Duke qenë se dëgjova kolegët e Këshillit të Ministrave, do të bëj një pyetje. Si edhe për editurave të mia politike kam mbuluar gjithë qarkun e Tiranës. Ky është një nga debatet fakt që kam të çështja tjetër, nëse isha ke Vjerra apo isha në zgjedhjet e Rogozhinës. Por kryetari i Bashkisë së Rogozhinës dhe me qira fjala nuk e uroj kujt atë që unë ju do mbaroni dhe shkojnë shpituar dhe shkojnë në burg. Kështu sa uroj as kujt, por kryetari i Bashkisë së Rogozhinës është dënuar me një ditë burg. Dhe vazhdon kryen detyrën. Unë jam i pafajshëm, i paraburgosur dhe largohem nga detyra. Pra, këshill në të ardhmen për kryetarit e bashkive është më mirë të bësh një krim, por sa kohë që eviton burgun, është në rregull për ju, për shkarkime, apo mos bësh asnjë krim dhe në ruajtje të pafajësisë tënde në paraburgim ti penalizohesh. Pra, çfarë kush prevalon? Sepse me sa po më duket do më konvenonte më mirë të kisha bërë një krim, të kisha dënuar dhe të shtyja apelit, se sa të mbroja pafajësinë nga paraburgimi dhe të rrezikoja shkarkimin.